Administrata publike dhe punonjësit e saj do të respektojnë dhe nuk do të jenë të nënçmuar, si tani ka thënë drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Gjirokastrës Tritan Shehu, gjatë një tubimi elektoral me banorët e Libohovës. Zoti Shehu garantoi administratën publike se punonjësit e ndershëm nuk do të preken në qeverisjen e PD-s. Pushteti ka frikë nga Libohova dhe Libovitët, vota e tyre më 11 maj do të jetë mesazh për dinjitetin njerëzor, tha zoti Shehu. Ne do të shirojmë administratën. Ne do të rilindim qarkun dhe Libohovën. Shikoni se ka të nisur. Ku shkoni juve? Për një certifikat, për një dokument. Duhet shkoni në Fier, a në Durrës, a në Vlorë, a në... nuk e di, a në Lushnje. Pse? Se është urrejtja për të qendër të zhvilluar intelektuale. Libova është qendra e intelektualizmit. Libova është qendra e zhvillimit. Unë vetë, familjen në nësime kam nga Libova, babaj nga Gjirokastra, Panortoja, gjyshim, Sulo Bogdo, ka qenë këtu, ka qenë prokurori i përgjithshëm i qeverisë Fanolit, gjyshja ime, Shadi Aslani, nga Nepravishta, ka hapur shkollën e parë shqipe për vajzat në Libovë. Se Libova ka qenë një qendër e zhvilluar, erdhën nga Stambolli ata, që i mbër Robert Koleji i Istanbul. Dhe erdhën u vendosën në Libovë duke i gjetur veten këtu. Se kështu ishte Libova. Se e ka katandisur Lubia sot. Me atë lubinë e madhe dhe lubitë e mëdhenj të Tiranës, që ndajnë për veten e tyre dhe që duan ta lënë në këtë gjendje Libovën dhe qarkun e Gjirokastrës. Sepse kanë frikë Libova. Kanë frikë Libovitët. Sepse Libovitët gjithmonë kanë luftuar për liri, për të drejtë. Nuk janë nështruar akoma asnjëherë as në kushtet më të vështira. Dhe ju keni qenë kështu që në ditët e para të demokracisë shqiptare, të lëvizjes demokratike. Dhe unë jam i bindur se në 11 maj me votën tuaj ju do jepni mesazh të qartë, të fortë për dinjitetin njerëzor, për respektin e njerëzit, për mirëqenien e familjes, për familjen e vërtetë, jo me prindin 1 dhe prindin 2. Do të jepni një përgjigje të qartë për atë që duhet jetojmë të lirë, që ai në punës e administratës mos ketë frikë vi këtu sot. Siç ka. Dhe unë i garantoj ata që nesër me qeverinë Berisha në punësit e ndershëm, që zbatojnë ligjin, nuk do preken, përkundër do shlirohen nga thundet e Lubi Kumbaros dhe tjerëve që i kanë mikuris. Do t'jenë të lirë, të thonë mendimin e tyre, të hedhin votën ku e duan ata, ku ta ndjejnë ata, të dalin nga kthetrat e lubive, si që është e Lubia, e cila pasaj, në mënyrë hipokrite, shumë hipokrite, hynë në përgjoja ka shpide Libovite dhe kontit bëjt e byrek, mbasi i shkel me këmë. Mbasi i shkel me këmë. Kjo është, nuk bëhet me hipokrizi, bëhet me projekte, bëhet me projekte të veçanta, zhvillimi, ashtu si do ketë mbasi 11 maj. Prandaj, ju në absolutisht jeni shumë largë atyre. Ju jeni shumë largë tërmeteve, të korrupsionit dhe të ignorancës. Nuk mundet Libova tjetë në skuadrën ku janë ato tërmete dhe që kryesohet nga Lubia. Nuk mund jetë. Që Libova ka koshiencën, ka traditën, ka kulturën, ka vlerën, di të respektoj, di të gjej, di të çmoj. Ndërsa kandidati për deputet, Arben Ristani u ndal edhe një herë tek mungesa e shpresës së të rinjve në Libohovë dhe ngado, dhe kjo ka ardhur si pasojë e mungesës së perspektivës. Ajo që është e dukshme është që kam takuar vetëm moshë të tretë. Vetëm moshë tretë është e dhimbshme që janë boshatisur fshatrat tona të gjitha. Dhe me thënë drejtën, kur vje këtu ke ju merr çik frym, merr çik shpresë. Se shef dhe trinje, treja dhe të gjitha moshat bashkë. Dhe më vjen mirë që Libova dhe Nepravishta mbajnë akoma, janë dhe Nepravishta këtu. Po, bashkja.
Kështu që më vjen me vërtet mirë që ju shoh gjithve kështu si që jeni bashkë, të rinj, të reja, moshe të tretë, se është e dhimbshme ajo që prek dhe shikon në zonat tona rurale. Kjo vot këtë herë, ma mbani mend, është vot patriotike. Vota kësaj radhe është vot për çlirimin e Shqipërisë. Kaq e rëndësishme është. Me këtë vot çlirojmë Shqipërinë nga hajdutrit. Po votuam Partinë Demokratike dhe kandidatët e saj, do çlirojmë Shqipërinë nga hajdutrit. Prandaj si patriot duhet votojmë kësaj radhe. Patriot me dashuri për vendin, me dashuri për atë dheun dhe kundër hajdutëve. Po e bëm këtë, kemi bërë detyrën tonë dhe për pasardhësit tanë. Dhe për këta rini që unë besoj ndoshta votoni për herë të parë, apo jo? Patjetër. Me që këta të rinj votojnë për herë të parë, por edhe për ju që keni votuar më parë, fiksonin mendje, vota është pushteti juaj i vetëm mbi qeverinë. Vota është pushteti juaj, është mundësia juaj për të ndikuar në qeverisjen e vendit. Po e shpërdoruat votën, 4 vjet do vuani pasojat. Po ushqit vota, nuk ka çmim që e blen, sepse nuk ka çmim që do t'ju kompensoj 4 vjeçin që vjen mrapa. Po të kishim fituar bashkinë me Adilin, do ishit më mirë sot. Jam i bindur për këtë punë. Na ka ikë bashkia për pak vota. Për pak vota, për pak njerëz që ndoshta nuk besuan ke fuqia e djathtës dhe ke njerëzit e djathtës. Se si Adili, si Altini, kanë qenë çuna kapetan që kanë ditë me u kujdes për njerëz të tyre, për familjet e tyre, për rrethin e tyre. E Majta ka 3 karakteristika kryesore, fiksonin kokë. E Majta është anti-familje, e Majta është anti-komp, e Majta është anti-zot. Ne jemi e kundërta. Për të ardhur ke pak fjalë për programin e Partisë Demokratike. Ndeshemi akoma me mungesën e rrugëve të pashtruara, me mungesën e ujit dhe me mungesën e dritave. Këto janë problemet minimale për të zgjidhur, më të letat për të zgjidhur. Të mos kesh ujë sot, mos kesh drita sot, të mos kesh rrugë të asfaltuara sot, është thjesht antikombëtare, është pjesë e shpopullimit të Shqipërisë. Të mos kesh shërbimet sot, të shkosh për shërbime për të marrë dokumenta në qytetet tjera, të mos kesh drejtësi sot, të shkosh për gjetë drejtësinë në Lushnjë apo në Tiranë.